Sa po është mbyllur ndeshja Shqipëri-Çeki, ekipi mysafir fiton me rezultatin 1-5 me Anila Bashën, përfaqësuese e Federatës Shqiptare të Futbollit, anëtare e Komitetit Ekzekutiv dhe kryesisht e ngarkuar dhe ndjek sektorin e vajzave të futbollit. Jo kryesisht, plotësisht, duhet thënë Gaspar, padyshim rezultati është zhgënjyes dhe sigurisht nuk është një rezultat të themi i pranueshëm për një kombëtare dhe pavarësisht të me gjitha me një kombëtare si jona që edhe pse është relativisht të themi e re, jo shumë vjeçare, ka treguar karakter, sidomos me sezonin e kaluar me qëndrimin në Ligën B. Ne i dinim shumë mirë, i njohim shumë mirë kundërshtarët, kemi Walesin, kemi edhe Çekin, por edhe Malin e Zi dhe kemi pasur pritshmëritë tona. Rezultati, kjo është thjesht duhet themi një betejë, pavarësisht se është një rezultat zhgënjyes, nuk duhet të demotivojë, jo vetëm vajzat e ekipit tonë kombëtar, por as stafin, as ne drejtuesit, të cilët na bë në baza më të forta për të punuar më shumë, për të afruar sa më shumë talente, për të shtuar investimet për rritjen e futbollit të vajzave në Shqipëri dhe padyshim për të pasur një koordinim sidoqoftë sa më të mirë. Është vetëm ndeshja e dytë që zhvillojmë në grupin tonë, kemi akoma ndeshje të tjera përpara dhe nuk duhet bijem në atë lloj deziluzionit të themi, pra që gjithçka është mbyllur, nuk është mbyllur asgjë, gjithë këto ditë do të shërbejnë për të reflektuar, për të punuar më mirë, stafet teknike do të punojnë si teknikisht, strategjikisht, e rëndësishme është që brenda ekipit tonë kombëtar ka elemente jashtëzakonshëm, ka lojtare shumë aktive, shumë energjike, ne pam që në pjesën e parë gocat tona treguan karakter, treguan shpirt gare, lojë, patën shumë çka që dhanë në fush, pavarësisht disa të themi elementeve, defekteve që mund të kenë ndodhur në pjesën e dytë. Por thash, është një proces dhe të gjithë ne do duhet të reflektojmë për këtë rezultat që të paktën me Çekin në ndeshjen e kthimit të bëjmë një lloj kthese. Thatë ndeshja e dytë, ndërkohë që ndeshja e parë u fitua në transfert ndaj kombëtarës së Malit Zi në stadiumin e Nikshicit. Çka meriton vlerësim për kombëtaren tonë? Jo vetëm meriton vlerësim, por meriton duartërokitje të mëdha, sepse vendasit kaluan avantazh dhe ne rikuperuam me 2 golat e Megi Doçit dhe kthyem rezultatin e ndeshjes. Edhe në atë ndeshje vajzat treguan karakter, sforcë, vullnet dhe dëshirë për ta fituar, kështu që prandaj them që me punë arrihet gjithçka. Ta thash Gaspar, ne e dim që grupin e kemi vërtet të vështirë, ne kemi objektivat dhe pikësynimet tona, shpresojmë shumë që ky objektivi joni për të mbetur në Ligën B të jetë i arritshëm dhe i realizueshëm, jo vetëm nga vajzat në fushë, po edhe ne në aspektin tekniko-politik të themi të pasurimit të ekipit kombëtar me elemente që do të ndihmonin edhe trajnerin Grima për të bërë më të mirën me vajzat tona në fushën e lojës. Nuk ka mbaruar gjë, është gjithçka e hapur, do të punojmë deri në fund. Në aspektin personal, Anila Basha, një gazetare me shumë përvojë prej shumë vitesh, tashmë për herë të dytë në Komitetin Ekzekutiv, madje me votat më të shumta nga të gjithë pjesëmarrësit në konkurrim, e kënaqur, e vlerësuar. Sikurse e kam thënë, falenderoj presidentin Armand Duka për besimin që më dha për një mandat të dytë për të qenë anëtare e Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe padyshim një vlerësim personal i imi për të gjithë anëtarët e asamblesë, të cilët më votbesuan për të vazhduar këtë mandat. Jam e bindur që atë që kemi bërë në 4 vjeçarin e parë, ku edhe unë vetë si e re shtrova shinat, fillova të kuptoj dhe të shoh se çfarë bubron të themi në futbollin e vajzave në Shqipëri, tashmë jam shumë e qartë për mënyrën se si operohet dhe për objektivat që ne kemi në këtë mandat 4 vjeçar, ku më prioritar sigurisht do të jetë plotësimi i strategjisë tonë
Vision to Victory, strategjisë ambicioze të Federatës Shqiptare të Futbollit viti 2026-2030, ku futbolli i vajzave në Shqipëri zë një peshë shumë të rëndësishme dhe ju duhet ta keni të qartë, edhe vetë futbolli i vajzave në vendin tonë është rritur. Tashmë juve jeni në Shkodër këtu dhe krenojeni me Shkodrën, ne krenojemi me vllaznin tonë, me vajzat e vllaznisë, të cilat kanë bërë mirë të themi edhe në Champions, kanë marrë pjesë edhe në grupe, por duhet kemi të qartë që tashmë futbolli i vajzave është duke lullzuar nga Durrësi në Gramsh, nga Fieri në Tiranë dhe Shkodra padyshim që mbante dhe vazhdon mbaj padyshim kurorën e kampiones. Kështu që futbolli i vajzave është duke lëvizur kudo dhe strategjia e futbollit vajzave është një dokument tërësisht ambicioz që nis që nga bazat, të themi nga fëmijët 9-10 vjeçar, 13-15 për të arritur për të furnizuar shumë shpejt, pse jo brenda një dekade, siç e kemi synimin ton edhe kombëtaren ton. Me që cekjo dhe kampionatet kombëtare të Superligës së vajzave, një fazë e dytë duket do të jetë interesante, kur kemi parasysh që rritjen e TU-s së Durrësit, e cila kërcënon pas kupës edhe për kampionat, por burimet nga klubi i futbollit Vllaznia për vajza bëjnë të ditur që kërkojnë titullin e 13 radhas i kampion. Padyshim që Vllaznia do e kërkojë dhe do të vazhdojë të kërkojë, dhe ky nuk është një deziluzion, nuk është një zhgënjim. Mua si antari Komitetit Ekzekutiv dhe përgjegjëse për futbollin e vajzave në Shqipëri, më vjen mirë që futbolli është rritur në këtë nivel, saqë qytetet të tjera apo ekipet të tjera të Superligës kërkojnë të fitojnë kupa apo të dalin në krye të renditjes. Sigurisht më vjen mirë për aktivizimin, për investimin, për mënyrën se si po menaxhohen dhe harxhohen strategjit edhe në futbollin e vajzave. Presim shumë shpejt që me një strategji efektive dhe afatgjatë që kemi edhe për marketimin e futbollit vajzave, të kemi edhe më shumë të ardhura, por të kemi më shumë mbështetje edhe në shkallët e stadiumit, ku jo vetëm prindrit e vajzave futbolliste që marrin pjesë, por edhe fansa të ndryshëm, shok, miq, të bashkohen për t'i dhënë mbështetje këtij lloji sporti, i cili ka filluar të marrë një rrugtim tjetër, një rrugtim ndryshe, një rrugtim më progresiv dhe me numra më të shtuar. Jemi duke punuar fort në këtë drejtim, sepse e dim shumë mirë që gjithçka do të vijë nga baza. Kështu që mua më kënaq që janë shumë qytete dhe ekipet e tjera të cilët aspirojnë dhe gara është duke u bërë akoma më shumë interesante me këtë gjë, sepse deri vjet, par vjet, kemi pasur vetëm Vllaznin pretendente me pikë shumë lart të shkëputura me ekipet e tjera. Po tani edhe Vllaznis i pëlqen më shumë që ka konkurrencë dhe nuk është e vetmja në këtë tregun e lojës futbollit të vajzave në Shqipëri. Anila Basha, faleminderit. Faleminderit juve për interesin.